Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Do të lexojmë në takimin e sotshëm pjesë prej kapitujve 9 deri në 17 të librit të dytë të Mbretërve. Leximin e tekstit do ta bëj Fran Kabashi nga Syt Tirol në Itali, kurse katekezen Kondor Çekan nga Tirana. Nga libri i dytë i Mbretërve, kapitulli 9, rreth 17 deri në 13. Jehoi doli të shërptorët e zotërisë së vet, të cilët i thanë: "A është gjithçka mirë? Pse erdhi tek ti ky marran?" Ai u tha: "E njihni njeriun dhe prallat e tia?" Por ata thanë: "Rrene, na e trego." E ai u tha: "Kështu me ka biseduar e me tha: Kështu thot Zoti, të shogorova mbret mbi Izraelin." Ata nxituan e i hoqën dëshniket e tyre dhe secili e shtroi në këmbët e tija në shkallë. Ura në borive e brohëritën: "Jehoi është mbret." Libri i dytë i Mbretërve që lexuam përshkruan rrethanat e intronizimit të Jehu për mbret dhe fillimet e revolucionit të tij. Është epizodi i lyerjes së tij me vaj dhe i shugurimit të tij. Elizeu kishte dërguar njërin nga Beneha në vijim, një prej bijve të profetënve, një shërptor të tij pra, dhe i kishte urdhëruar ta lyejë Jehun për mbret mbi Izraelin. Njëkohësisht, ky Ben Hanavi do të shpallte se Jehu do ta shkatronte shtëpinë e Ahav. E mani men, kështu kishte para pa profeti Elia tek libri i parë i Mbretërve 21:17-24. Tek libri i dytë i Mbretërve 9:6-10 lexojmë se lyerja me vaj e mbretit Jehu ka ndodhur në një ceremoni private. Tani është koha që Jehu ta bëj publike shugurimin e tij. Ahabi dhe Jezebel janë përfaqësues e dinastisë së Omrit. Jehu vjen prej një dinastie tjetër. Ti themi 2-3 fjalë për dinastinë e Omrit, sepse ka shumë rëndësi. Ajo është dinastia e parë mbretërore në Izrael që përshkruhet në Bibël, për të cilën kemi të dhëna arkeologjike të pavarura prej Biblës. Me thënë të vërtetën, kjo nuk është krejt e vërtetë, sepse tek shtylla ose siç thirret teknikisht Stela e Tel Dan, që ishte shekullit 9 para Krishtit, ka në të një mbishkrim aramaik, në të cilën ndodhen 6 shkronja hebraike. Aramaike janë të njëjta shkronja: Bet, Vav, Tav, Dalet, Vav, Dalet, që ndoshta mund ta lexojmë Bet David. Mund t'i referohet pra dinastisë së mbretit David ose shtëpisë së Davidit. Por kjo është mjaft e debatueshme, sepse janë 6 shkronja pa kontekst, edhe sepse mund t'i referohet ndonjë shtëpi tjetër dhe është unike e këtij lloji. Ka studiues që mbështesin faktin se për një mend thot Bet David, disa studiues thonë se jo, është shumë e debatueshme. Për këtë arsye, dëshmitë për dinastinë e Omrit konsiderohen shumë më solide, së pari sepse janë më të shumta në numër dhe së dyti sepse secila prej tyre konfirmon tjetrën. Cilat janë këto dëshmi? E para është shtylla e Mesha, e mbretit të Moabit, quhet ndryshe edhe guri i Moabit, ishte shekullit 9 para Krishtit, pak a shumë i viteve 815, thuhet më shumë i viteve 840 para Krishtit. Në të lexojmë se, po citoj, Omri ishte mbret i Izraelit dhe shtypi Moabin për shumë ditë. Pak më poshtë Mesha shkruan kështu: Djali i tij zuri vendin e tij, edhe ai tha gjithashtu, unë do ta shtyp Moabin. Në ditët e mia, vazhdon mbreti Mesha i Moabit, ai tha, ejani të shkojmë dhe unë do ta shoh dëshirën time mbi të dhe mbi shtëpinë e tij, kurse Izraeli tha, unë do ta shkatroj atë përgjithmonë. Përkthimi është imi prej anglishtes. Ky tekst është i studiuar shumë, në shumë vende është i padeshifrueshëm, në do vende tjerë është i paqartë. Ajo që është e qartë është se përmendet mbreti Omri, djali i tij Ahabi, dhe përmenden si mbretër të Izraelit që sulmojnë Moabin, gjëra të konfirmuara nga libri i parë dhe i dytë i Mbretërve. Dëshmia e dytë është monoliti i Kurk, që ndodhet në arkivat e Asirëve, që është i të njëjtës kohë pak a shumë si shtylla e Mesha, është i vitit 853 para Krishtit. Mbreti Asir Shalmanasar i tretë
përmend aleancën e mbretërve që u ngritën kundër tij. Ndër tjera, ai përmend emrin e Ahabit të Izraelit. Thotë se Ahabi i Izraelit kontribuoi në betejë me një forcë ushtarake shumë të madhe, prej 2000 karrocash deri në 10.000 ushtarë e tjera. Dëshmitari i tretë është një tjetër shtyllë asire që quhet Obelisku i zi i Shalmaneser i tretë i viteve rreth 825 para Krishtit, përmend mbretin e Izraelit Jehu, i cili paguan haraç perandorisë asire. Në atë kohë Izraeli quhej prej asirëve shtëpia e Omrit, edhe kjo është interesante, edhe pse ajo dinasti më nuk ekzistonte, pikërisht sepse kishte qenë asgjësuar nga Jehu, ndoshta për ta poshtruar Jehun, por ndoshta edhe se Omri ka lënë përshtypje në nivel ndërkombëtar në kohën kur ka sunduar ai. Për këtyre shënimeve me karakter historik të kthejmë tek teksti. Jemi te libri 2 i mbretërve kapitulli 9, rreshtat 11 deri në 13. Jehu doli te shërbëtorët e zotërisë së vet, thot rreshti 11, të cilët i thanë: "A është gjithçka mirë? Pse erdhi tek ti ky marran?" E kanë fjalën pra për djalin e profetëve. Ai u tha: "E njihni njeriun dhe prallat e tija." Va Jehu Jatsa, kështu fillon tregimi, kështu fillon rreshti. Jehu doli për të folur me oficerët e tij, që të preokupuar e pyetën: "A është gjithçka në rregull?" Ata pyesin: "Hashalom, a është puna mirë?" Shohim këtu me qira fjala se fjala shalom në hebraisht përdoret edhe për të thënë mirë në Bibël. Përdoret shpesh në këtë kuptim, për shembull Zanafilla 29:6, 4:37, libri i parë i Samuelit kapitulli 17:22, por përdoret edhe në hebraishtën moderne kështu. Kush kishte arte Jehu? E kemi parë, djali i profetit, pra një prej shërbëtorëve të profetit Elize. Pyetja e tyre është e çuditshme pak. Ata e pyesin: "Madua ba ha më shuga haze e leha?" Pse erdhi ky njeri i marr i çmendur te ti? Fjala më shuga përshkruan gjestet ekstatike të profetit, për të cilat do të flasim. E gjejmë për shembull tek profeti Ozea kapitulli 9 rreshti 7. Ishte një shprehje e stereotipuar ndoshta për të thirrur profetin me këtë epitet metonomik. Me fjalë tjera, më të thjeshta, kjo fjalë e rënd, marran, zaventson emrin profet. Pse erdhi ky marran, do më thonë pse erdhi ky profet. Ky është një prej interpretimeve më të mundura, ka dhe mundësi tjera për ta interpretuar patjetër. Mbreti fillimisht nuk deshi të tregoj, u tha se ju pak a shumë i dini fjalët e profetën, me deshi të ndroj temë, të ndroj fjalë, por ata insistuan: "Sheker", i thanë, "po rren." Kuptuan se ka diçka sekrete që duhet të zbulohet, sepse rregullisht profeti nuk vjen kot të mreti, por kur ka diçka prej Zotit. Ata insistojnë: "Hagedna lanu", na trego, rreshti 12. Atëherë mbreti u tregon: "Ko amar Adonai", kjo është fjala e parë. Kështu ka thënë Zoti. Është një vendim i Zotit. Është një gjë që Zoti e ka vendosur një herë për gjithmonë. Mbreti citon profetin, sepse profeti thot ko amar Adonai. Por në fakt, duke cituar profetin, ai citon Zotin. Kështu duhet jetë gjithmonë, gjithçka që thot profeti i vërtet është citim i fjalës së Zotit. E dyta, çfarë ka thënë Zoti? Të kam lyer, të kam bërë Mashiach mbi Izrael. Këtë koncept e kemi parë tashmë dhe s'ka nevojë ta shpjegojmë përsëri. Tani Jehu është shpallur mbret në Izrael. Oficerët e tij bëjnë dërimet e tyre, ata nxituan e i hoqën leshnik të tyre dhe secili e shtroi në këmbët e tij në shkallë uran borive e brohoritën. Jehu është mbret. Fjala e parë që përdoret këtu është vajim haru, shpejtuan. Tregon gëzim, qef për këtë lajm, por edhe se askush nuk e refuzon mbretin e ri, fakti se marrin mantelin e vet. Sikur se shkruan në hebraisht vajikhu ish et bigdo, tregon pikrisht këtë festim kolektiv. Shtrirja e mantelit për tokë është shenjë në shtrimit para mretit. Kemi pastaj edhe një gest tjetër. Ata i shtrin këto mantele mbi shkallë të zbuluara, dhe kjo është një shenjë respekti. E mani mend çfarë thot Shën Marku tek Ungjilli i Markut, pra kapitulli 11 rreshti 8, kur Jezusi hyri në Jerusalem. Ai shkruan se shumë njerëz i shtrin petkat e veta udhës, e disa tjerë gemat që kputnin nëpër ara. Është shenjë respekti, shenjë nënshtrimi. Në atë moment Jerusalem Jezusi po trajtohej dhe nderohej si mbret. Në fund i fryn edhe bririt, shofar në hebraisht. Zakonisht bëhej shofar prej bririt të dashit
kur fryhej prolonte një zë të rënd që ndihej mirë dhe zakonisht përdorej për të dhënë shpallje publike. Në Bibël lexojmë disa herë emrin shofar, si për shembull tek libri 2 i Samuelit, kapitulli 15 rreth 10. Atëherë Absalomi dërgoi lajmtar në të gjitha fiset e Izraelit me këtë porosi: posa të dëgjoni zërin e buris, zërin e shofar, thoni, Absalomi është bërë mret në Hebron. Kur që lyer me vaj Salomoni edhe shpall mret, libri i parë i mbretërve, kapitulli i parë rreth 34, 39, 41, gjithashtu i fryn shofar. Pra të rasti parë Absalomi e shpall veten mret, të rasti dytë Salomoni shpallet mret në mënyrë të rregullt. Salomoni ishte vllai i Absalomit, sikur se dini të dy djemtë e Davidit. Së fundi bërtiten Malach Jehu. Jehu është mret, Jehu mbretëron. Kjo shpallje publike në unison në gjithashtu praktik në Izraelin e lashtë. Ky është kuptimi i këndimit Hosanna që bëjnë banorët e Jerusalemit kur Jezusi hyn kremtorisht në qytet. Jezusi është i lyeri, i shpallur i mret, i tradhtuari, i vdekuri, i gjalli që jep jetë. Nga libri i dytë i mbretërve, kapitulli 9 rreshta 30 deri në 37. Jehui po arrinte një Erzahel, kur mori vesh Jezebela për ardhjen e tij, i leusit, e stolisi kokën, e pa përditare tek po hynte në përderën e qytet dhe tha: "Gjithçka mirë, o zambri vrasës i zotërisë tënde." Jehui ngriti syt nga dritarja e tha: "A është kush me mua? A është kush?" 2 o 3 obortar u kthyen drejt tij. Ai i urdhëroi: "Hidhni poshtë." Ata e hodhen poshtë. Gjaku i saj stërpiku muret dhe kuaj që shqelmuan. Jehui hyrë brenda, hengri dhe piu, e atëherë tha: "Shkoni e shihni atë të mallkuar dhe varrosni, se është bi mbreti." Kur shkuan për të varrosur, nuk i gjetën tjetër përveç kafkes, këmbëve dhe shuplakave të duarve. U kthyen dhe i treguan. Jehui tha: "U plotësua fjala që kishte thënë Zoti me gojën e Elis nga Tezbiu, sheptorit e vet, që tha: Në fushën e Erzahelit qenë do ta hanë trupin e Jezebeles. Trupi i Jezebeles do të jetë si pleh në fushën e Erzahelit, kështu që të mos mund të thuhet as: po kjo qenë ka ajo Jezebela?" Pjesa që lexuam mirët pra prej librit të 2 të mbretërve, kapitulli 9 rreshta 30 deri në 37, përshkruan vdekjen e Jezebel të Jezebeles dhe zhdukjen përfundimtare të dinastisë së Omrit, kësaj herë sipas tregimit biblik, e pa me historinë nga pikpamja historike. Tashmë Jehu kishte qenë shpallur mret dhe kishte vrarë edhe Joramin, mbretin aktual të Izraelit, djalin e dytë të Ahabit, që kishte sunduar në vend të vllajt të vet Ahazia pas vdekjes së babës, dhe mbretin e Judës, që gjithashtu kishte emrin Ahazia. Është rast homonimie, pra është i njëjti emër, por jo i njëjti person. Tani Jehu shkon në Jezreel për të pushtuar edhe atë ku rrinte Jezebel pas vdekjes së burrit. Djalin e vet e kishte pas në pushtet, por Jehu e kishte vrarë. Emani men Elia kishte thënë se qend do të hanë Jezebel afër mureve të Jezreelit. Tani ta shohim çfarë do të ndodhë. Tregon rreshti 30 se kur ajo dëgjoi se erdhi Jehu në qytet, leu syt me boj, puk në hebraisht, sipas gjasave me antimon, që ishte një mineral që shndrohej në pluhur të zi, përdorej aso kohë për të zbukuruar fytyrën, ose me kol, që është në shqip thirrët edhe surme, që gjithashtu formonte një pluhur të zi për kozmetikën e kohës. Përdoren këto minerale për zbukurime të fytyrës, për shembull tek Jeremia kapitulli 4 rreshti 30, Ezekieli 23:14. Prej fjalës kol vjen edhe emri modern alkohol me qira fjala, por kjo është një çështje e tjetër, për një bisedë tjetër, jo për komentin e Biblës patjetër. Të kthejmë tani te Jezebel. Ajo i leu syt, rregulloi kokën, me gjast rregulloi flokt dhe doli në dritare. Kishte shpresë ta shihte mreti, shpresonte ta joshte ndoshta me bukurinë e saj. Ishte edhe në moshë tashmë, i kishin vdek të dy djemtë që të dy kishte pas mretër. Nuk ishte më e re, por i shkonte mendja se ishte e bukur.
Është shumë keq kur njeriut i shkon mendja se është i bukur dhe se ka merita fal bukurisë së tij ose të saj. Unë nuk po them se Jezebel nuk ishte e bukur, sepse këtë teksti nuk e thot. Ajo që thot teksti është se edhe në këto kushte, pas krimesh që kishte bërë dhe pas vdekjes së dy djemve, ajo akoma kujtohet të përdor trupin e vet me Josh, mretin e sa po shpallur të Izraelit. Ajo e manipuloi burrin e vet, që ishte pak depresiv, por të shuguruarin e Zotit zërse do t'i arrijë ta manipuloj. Studiuesit nuk janë krejtësisht dakord, nuk bien dakord me interpretimin e arsyeve të lyerjes. Jezebel disa thonë se u lye si prostitut me qëllim që të shpëtoj, mund tjetë. Tjerë mendojnë se ajo tregoi dinjitet para se të vdes, u vesh si mbretëresh sepse kështu dëshiron të vdes si mbretëresh. Unë mendoj se nuk duhet të përjashtojmë asnjë prej këtyre leximeve, sa më shumë opsione që na jep teksti për të menduar, aq më shumë ide i jepen për të studiuar edhe për të menduar edhe nga ana teologjike mbi tekstet që po lexojmë. Jehu i hyri asaj në shtëpi dhe ajo bëri një pyetje provokative. Hashalom Zimri, Horeg Adonav. A është mirë Zimri, vrasi i zotrisë vet? Jehun e quan Zimri, po kush ishte Zimri? Si pas librit të parë të mbretërve kapitulli 16, rreshti 9 deri 20, në të kaluaren, Zimri kishte qenë ushtari i lartë i mbretit të Izraelit Ela, birit të Baasha, dhe kishte vrarë të zotin e tij. Pas kësaj kishte mbretëruar vetëm 7 ditë. I rrethuar nga Omri kishte vdekur duke djegur pallatin pas vetes. Flet me sarkazëm pra Jezebel, edhe ti je si Zimri i thot, por në mënyrë të tërthort. Je vrasës i Zotit tanë, sepse kishte vrarë mbretin Joram, djalin e saj. Kështu i sugjeron se fati i tij do të jetë i njëjtë si i Zimrit. Bën përshtypje, ajo fyen, po shtron mbretin e vetëdijshme se është para vdekjes. Sikur të sillej ndryshe, ndoshta do të kishte shpëtuar. Hidhrohet mbreti, po lexojmë Jehu i ngriti syt nga dritarja e tha, a është kush me mua, a është kush? 2-3 obortaru kthyen drejt tij. Ai urdhroi, hidheni poshtë. Ata hodhen poshtë e gjaku i saj stërpiku muret dhe kuajt që e shqelmuan. Jehu pra nuk bisedon me të, humb nervat dhe urdhron të hidhet nga dritarja, nga vendi ku shikonte e lyer me bojna. Përshkrimi kaq grafik i vdekjes së saj tregon fatin e dikujt që jeton pa Zotin. Është edhe kjo simbolike miratvesh dhe ndiqet lex talionis. Ashtu si ja ka bërë me të padrejt Nabotit, ashtu pëson edhe ajo vet. Pasi që mbreti hëngri dhe beu në shtëpinë e saj, që është gjithashtu shenjë e poshtrimit të kësaj gruaje dhe të dinastisë së Omrit që ajo përfaqësonte, Jehu urdhëroi të varroset sepse Bat Melech hi, thot ai, është vajzë e mbretit. Dhe përveç se e quan Bat Melech, vajzë e mbretit, e quan edhe Arura Hazot, kjo e mallkuar. Kjo e mallkuar do ta kuptojmë si gjykim moral mbi Izabelen. Ishte e mallkuar edhe nga Zoti, por edhe nga historia, meqense ishte vajza e mbretit të Sidonit Edbaal, siç e dim, libri i parë i mbretërve 16:31, ai urdhëroi të varroset sepse Jehu i njeh dhe i ndjek normat e luftës. Ai respekton dinjitetin mbretëror të babës së saj. Edhe Davidi e Manimen ka organizuar varrimin e Saulit pas vetvrasjes së tij, që lexojmë te libri i 2 i Samuelit, kapitulli 21, rreshtat 12 deri në 14. Pra, Jezebel përfundon në mënyrë kaq tragjike, ne nuk po lexojmë krejt çka ndodh me trupin e saj sepse është mjaft edhe grafike edhe nuk është e rëndësishme. Ajo që ka rëndësi është të kuptojmë se pikërisht ajo që Zoti ka parapar se do të ndodh me te, ajo edhe ndodh. Në disa elemente teologjike t'i japim në fund, e pare është se Izabel nuk pendohet as pak. Edhe një sekond para vdekjes ajo ruan urrëtie dhe gjen mënyra të holla për të provokuar e për të fyer. Nuk kërkon dialog, nuk kërkon marrëveshje, përkundrazi. Izabel në këtë kuptim më kujton të kriminalin e kryqëzuar në anën e majtë të Jezusit, i cili 2-3 minuta para vdekjes së saj kujtohet ta fyë Jezusin duke i thënë, çfarë Zotit je ti, se sikurse ti ishe Zot ti, do të kishe shpëtuar veten edhe ne. Tani unë parafrazoj, por pak a shumë. Këto janë fjalë që ai thot 2-3 minuta para se me vdek, derisa shoku i tij
shfrytëzon rastin të pendohet, t'i kërkoj falje, dhe sikur se dini, Jezusi i premton se atë natë ata të dy së bashku do t'jenë në Paris. Një tjetër element teologjik që gjejmë këtu është se plotësohet profecia. Kjo është ndoshta elementi kryesor teologjik. Profeti Elia ka gjykuar Ahabin, libri parë i Mbretërve 21, 17-24. Kjo ishte një dëvar Adonai, vetëm çka thot Zoti, ndodh pikrisht ashtu sikur se ka thënë Zoti. Kështu ndodh gjithmonë ndodh çka thot Zoti. Nga libri i dytë i Mbretërve, kapitulli 17, rreshtat 24 dhe 28. Mbreti Asaris atëherë solli popull prej Babilonit, prej Kutës, prej Avahit, prej Ematit e prej Sefarvaimit dhe i vendosi në vendet e bijeve të Izraelit në qytetet e Samarisë. Këta e bën pronë Samarin e banuan në qytetet e saj. Tashti, qysh në fillim të nguljes së tyre në të, nuk e kishin frikë Zotin. Zoti dërgoi kundër tyre luan që mbytnin disa prej tyre. Që lajmëruar mbreti Asarinjeve, njerëzit që çove dhe vendose të banojnë në qytetet e Samarisë, nuk e din mënyrën se si duhet të ndërohet hyu i vendit. Prandaj u çoi luan dhe ja i mbytnin, sepse nuk e din mënyrën se si duhet ndëruar hyu i vendit. Atëherë mbreti Asaris urdhëroi, çojini atje një prej përftrinjeve që sollet sa ndejmi si sklever, le të shkoj e le të banoj ndër ta, e t'ua mësoj mënyrën e ndërimit të hyut të vendit. Kështu, kur erdhi njëri prej tyre përftrinjeve që kishin qenë marrë sklever prej Samaris, banoi në Betel dhe i mësonte se si duhej të ndëronin Zotin. Pjesa që lexuam, që marrim prej kapitullit 17 të librit të dytë të Mbretërve, tregon çka ndodhi në Samari pas rënies së saj në vitin 722 para Krishtit. Mbreti Shalmaneser i Asiris e ka pushtuar Samarin dhe autori Deuteronomistik e sheh arsyeën e kësaj te mëkati i Izraelit. Rreshtat që lexuam flasin mbi një situatë historike të rëndësishme mbi vendosjen e popujve të huaj në Samari pas shpërnguljes së të parëve dhe origjinën e samaritanëve të mëvonshëm. Tregon rreshti 24 se mbreti i Asiris solli popuj prej Babilonit, prej Kutës, prej Avahit, prej Ematit, prej Sefarvaimit dhe i vendosi në vend të bijve të Izraelit, në qytetet e Samaris. Këta bën pronë Samarin e banuan në qytetet e saj. Është pra fjalë për një rikolonizim të territoreve të pushtuara. Prej të dhënave historike e dim se Asirt e kishin këtë gjë si praktik politike. Donin që popullsia vendase të deportohej, të vinte një popullate huaj me qëllim që të prishet identiteti origjinal i vendeve lokale, por njëkohësisht të dobësohen ushtarakisht të mos kenë forcë të organizojnë kryengritje. Njëkohësisht këto popullata asirti kishin si dorë e djathtë në rast të nevojave për aleanca ose kur kishin nevojë për ushtar. Prej tyre kërkonin gjithmonë pagesën e haraqit. Vendet prej ka vinin ishin për shembull Bavel, Babilonia, që ishte kryeqendra e Mesopotamisë jugore. Kuta ishte qyteti i madh në Mesopotaminë qendrore. Në Bibel banorët e këtij qyteti quhen Kutim, e ndonjëherë në periudhën edhe rabinike samaritan quheshin Kutim në një formë ndoshta edhe për çmimi. Përmenden edhe popullata tjera që nuk ka nevojë të rreshtojmë këto. Me rëndësi është se këta erdhen Tahat Bene Izrael, në vend të izraelianëve. Këta popullata të huaja trashëguan Samarin, Yirshu et Shomron, thuhet në hebraisht, përdoret pra folja Jarash, që e kemi përmend disa herë, që do të thonë me trashëgu, e njëjta folje Jarash përdoret për të përshkruar pushtimin e Kananit nga Izraeli, për shembull te libri Numrave 33:53 ose te ligji për Trir kapitulli 9:4. Kjo folje që dikur ka qenë e shenjtë për ta, sepse ata kanë trashëguar tokën e premtuar, tani ironikisht përshkruan veprimtarinë e armiqve të tyre që trashëgojnë të njëjta toka që ata kishin trashëguar prej Zotit. Këta popullata ishin të pafe dhe nuk u integruan as pak. Nuk e kishin frikë Zotin, thot teksti, e dim çfarë do të thonë. Ata kishin zotat e tyre. Zoti u dërgoi luaj që i hëngrën. E dim se luant përdoren prej Zotit,
kuptohet simbolikisht si vegël e gjykimit. I gjejmë për shembull te libri i parë i Mbretërve 13:24, luani që vrau profetin e ri. Libri i parë i Mbretërve 20:36 është luani si instrument ndëshkimit profetik. Te libri i Levitikut 26:22 shkruan se do t'i lëshoj mbi ju e gërsirat e malit, të cilat do t'ju lënë pa fëmijë, do t'i shfarosin bagtit tuaja, edhe ju do t'ju paksojnë që udhët tuaja të mbeten shkret. Kjo do të ndodhë në rast të mos respektimit të beslidhjes. Edhe raste tjera kemi luanin në skenë në Bibel, sidomos te rasti i Samsonit e bani men, por edhe raste tjera. Ata vazhdimisht, pra këta popullatët e huaja, vdiqnin prej luanve, por nuk nxinin mend. Kur e mori vesh mbretia Asirëve situatën, tregon Reshti 27, tha, jella urdhër, çojeni atje një prej priftrive që solt si sklever, le të shkojnë e le të banojnë ndërta e t'u mësojnë mënyrën e nderimit të hyjit të vendit. Prifti duhet të vinte nga rrallët e izraelitëve të deportuar, dikush që e njihte traditën e kultit në Izrael, por edhe traditat e vendeve tjera. Ky prift do të jetë ndërmjetës kulturor dhe fetar midis izraelianëve dhe asirëve. Ky është një ndër rastet e para në Bibël ku gjejmë tentativen e integrimit midis popullatave, një përshtatje në rrethana të reja. Njëkohësisht të respektohen ligjet e mbretërive, por edhe rregulloret e feve të vendeve përreth. Ndodhi pikërisht kështu, erdhi në Betel një prift dhe i mësoi të huajt si të respektohet Zoti i Izraelit. Prania këtij prifti tregon mundjen e izraelitëve të rezistojnë në këto rrethana të reja e të vështira për të ruajtur fenë. Është e rrezikshme që feja të dobësohet në këto rrethana duke asimiluar traditat e vendeve përreth, por gjithsesi duhet bëhet gjithçka që edhe në rrethana të reja, pa marrë parasysh vështirësitë, feja të ruhet, ndoshta me sforcë më të madh, por në ato raste të reja ku sforca kërkohet të jetë më e madhe, Zoti ndihmon në mënyrë të veçantë. Kapitujt 9 deri në 17 të librit të dytë të Mbretërve na fusin në një nga faqet më dinamike, dramatike, por edhe më udhëzuese të besëlidhjes së vjetër. Për ne si katolik, shkrimi i shenjtë nuk është thjesht një libër historie apo një kronik e ftohtë e rënieve dhe ngritjeve politike të një populli të lashtë. Çdo rresht që shfletojmë është pjesë e gjallë e asaj që kisha e quan historia e shëlbimit. Tregimi i madh i dashurisë, durimit dhe drejtësisë së hyjit ndaj njerëzimit. Tregimi i madh i dashurisë, durimit dhe drejtësisë së hyjit ndaj njerëzimit. Në këtë blok kapitujsh, ne i lexojmë ngjarjet përmes filtrit të shenjtë të beslidhjes dhe urtësisë hyjnore. Shohim mbretër që ngrihen e bien, profetë që bëjnë mrekulli dhe një popull që shpesh luhatet mes adhurimit të vërtet dhe idhujve pagan. Por mbi të gjitha zbulojmë se si fjala e hyjit, e thënë përmes profetëve të tij, si Elia dhe Eliseu, nuk shkon kurrë hupse, bëhet realitet dhe plotësohet gjithmonë në mënyrë absolute. Udhëtimi ynë bazohet në 3 ndalesa të veçanta shpirtërore, duke u nisur nga 3 pasazhe kyçe, por duke u ndalur edhe te disa dëshmi të tjera që na prekin thellë në përditshmërinë tonë të fesë. Do të flasim për sekretin e një vajosjeje mbretërore, për rënien e tmerrshme të një mbretëreshe kryeneçe dhe për rrezikun e madh të një feje gjysmë pagane që përsëritet edhe në kohët tona. Ndalesa e parë, vajosja e Jehut dhe Krishti te secili prej nesh. 2 Mbretërve 9, vargjet 11-13. Në kapitullin e 9, profeti Eliseu dërgon fshehurëzi, një nga bijtë e profetëve në kampin ushtarak në Ramot të Galaadit. Misioni i tij është i qartë: të gjejë komandantin e ushtrisë, Jehuin, ta fusë në dhomën e brendshme dhe të zbrazë mbi kokën e tij një enë me vaj, duke e shpallur mbret të Izraelit për të çrënjosur shtëpinë mëkatare të Akabit. Pasi djaloshi profet kryen vajosjen dhe ikën me shpejtësi, Jehu del jashtë te shokët e tij
dhe këtu arrim tek pasazhi ynë i parë. Sa i thellë është ky pasazh. Ushtarët e tjerë fillimisht e quajnë profetin e Zotit një marran ose të çmendur. Sa herë bota e sotme i quan të çmendur, jashtë mode apo pa mend ata që ndjekin me besnikëri fjalën e Zotit dhe udhëzimet e kishës. Por ndryshimi i menjëhershëm vjen kur ata dëgjojnë autoritetin e fjalës së Zotit. Ata ushtar të ashpër preken në zemër, i heqin petkat e tyre dhe i shtrojnë në përshkallë nën këmbët e Jehut, duke rënë borive. Në egzegezën katolike, kjo skenë mbart një kuptim të dyfisht. Së pari, shtrimi i petkave është një akt tipologjik profetik. Ai paralajmëron drejt për drejt atë që do të ndodhë shekuj më vonë, kur mbreti i vërtet, Jezu Krishti, do të hyjë në Jeruzalem të dielën e larit dhe mbar populli do të shtroj petkat dhe degët e palmave përpara tij. Së dyti, ky tekst na fton në një katekezë personale. Vajosja e Jehut me vaj na kujton se pushteti i vërtet dhe misioni nuk buron nga forca njerëzore, por nga vullneti i hyjit. Çdo vajosje në beslidhjen e vjetër paralajmëron Krishtin, që do të thotë i vajosuri. Edhe ne, në jetën tonë, na kujton sakramentet tona. Përmes pagëzimit dhe krezmimit, edhe ne jemi vajosur me krezmën e shenjtë. Jemi veçuar nga bota për një mision, të luftojmë mëkatin dhe të shpallim mbretërinë e Zotit. Kur dëgjojmë zërin e Zotit, a silljemi si u tallën ushtarët në fillim, apo jemi të gatshëm të shtrojmë petkat e krenarisë son nën këmbët e tij dhe të themi: Ti je mbreti im. Ndalesa e dytë, rënja e Jezabelës dhe maskat e mëkatit. 2 mbretërve 9, vargje 30 deri më 37. Udhëtimi ynë vazhdon brenda të njëjtit kapitull, por tani zhvendosemi në Jezrael, ku Jehui po hyn me karrocën e tij për të ekzekutuar drejtësinë hynore mbi shtëpinë e korruptuar të Akabit. Atje ndodhet mbretëresha mëkatare Jezabela, e cila kishte persekutuar profetët dhe kishte mbushur vendin me kultin pagan të Baalit. Kjo skenë është padyshim e rëndë dhe tronditse, por etrit e kishës, si Shën Agustini, na ftojnë të shikojmë përtej dhunës fizike për të kuptuar mësimin moral dhe eskatologjik. Jezabela e di se po i vjen fundi i saj, por në vend që të bjerë në gjunjë për pendes, ajo lyen syt dhe zbukuron kokën për të parë nga dritarja me arrogancë. Kjo është maska e fundit e mëkatit dhe e vanitetit njerëzor. Mëkati gjithmonë përpiqet të duket i bukur, i lyer, tërheqës dhe i fuqishëm nga jashtë, madje edhe kur brenda tij është krejtësisht i kalbur. Dhe shikoni tradhtinë e obortarëve të saj. Mjafton një fjalë e Jehut dhe vetë shërbëtorët e saj e hollën poshtë. Edhe ne mund të kuptojmë diçka këtu. Kush ndërton jetën, sigurinë dhe pushtetin mbi frikën, mbi gënjeshtrën dhe mbi mëkatin, do të braktiset nga të gjithë në çastin e rënies. Fakti që trupi i saj mbeti pa varrosur, si ple në fush, vërteton doktrinën katolike mbi gjykimin. Njeriu që refuzon me kokforci pendesën shpirtërore, korr asgjësimin e vet të plot. Ky pasazh na fton të dëbojmë nga dritaret e shpirtit ton çdo mendimallësi, përpara se kështjedha e rreme e mëkatit të shembet mbi ne. Në kapituj që vijojnë kam veçuar pjesë si krenaria Amasis, gërbula e Ozis dhe reliktet e Elizeut. Para se të shkojmë te pasazhi ynë i tretë, le të kuptojmë se si kjo luftë kundër illujtarisë dhe krenarisë vazhdon në kapitujt pasues, pikërisht në ato pjesë që prekin aktualitetin tonë. Në kapitullin e 10, Jehu bën një punë të madhe, mbledh të gjithë priftërinjtë e Balit dhe shkatërron tempullin pagan. Por teksti thot diçka tragjike. Ai bëri një gjysmë konvertim, zhduki Baalin, por mbajti vicat e artë në Betel e në Dan për interesa politike. Edhe ne
sa herë bëjmë si Jehu, rregullojmë disa mëkate të jashtme që na duken të mëdha, por mbajmë të fshehur vicat tanë të artë, ato veset e vogla, egoizmat, apo rehatit tona nga të cilat nuk duam të heqim dorë. Zoti nuk kërkon një bindje të pjeshme, ai kërkon të hecim me gjithë zemër në ligjin e tij. Dhe kur nuk hecim me përulësi, pasojat janë të rënda. Mendoni për mbretin Amasia në kapitullin 14. Pasi korr një fitore ushtarake, i rritet mendja, bie në mëkatin e krenarisë, që kisha e quan kreun e të gjitha mëkateve kapitale, dhe sfidon mbretërin tjetër duke sjell shkatrimin e mureve të Jeruzalemit. Por në mes të kësaj errësire, hyi lëshon dritën e tij të shenjtërisë. Në kapitullin 13 ne lexojmë për vdekjen e profetit Elize, edhe aty ndodh një mrekulli unike, kur një kofom hidhet nxitimthi në varrin e profetit dhe prek eshtrat e tij, i vdekuri ringjallet menjëherë në këmbë. Kjo është baza më e fortë biblike për doktrinën katolike mbi nderimin e relikeve. Edhe ne ndriçohemi nga kjo doktrinë. Trupat e shenjtorëve kanë qenë tempuj të Shpirtit Shenjtë dhe enë të hirit, dhe fuqia e Zotit vazhdon të veprojë përmes tyre edhe pas vdekjes fizike, duke paralajmëruar ringjalljen tonë të ardhshme. Ndalesa e tretë, rënja e Samaris dhe feja e interesit. 2 Mbretërve, kapitulli 17, vargjet 24-28. Në kapitullin e 17 shënohet katastrofa më e madhe për shkak të thyrjes së vazhdueshme të beslidhjes dhe ngurtësimit të zverkut përpara profetëve. Mbretëria e Izraelit bie në pushtimin asirian dhe populli internohet. Ky pasazh na flet për zbatimin e hirit në kohë humbje, por dhe për një rrezik të madh shpirtëror, feja e interesit apo e sinkretizmit. Këta banor të rinj pagan që u vendosën në Samari filluan të kërkonin Zotin vetëm sepse kishin frikë nga luanët. Ata kërkuan një prift që t'u mësonte ritet e jashtme, por së brendshmi vazhduan të shërbenin idhujve të tyre të vjetër. Ky sfond është jetik për ne si katolik për të kuptuar më vonë ungjillin në beslidhjen e re, kur Jezusi flet me gruan samaritane te pusi i Jakobit. Edhe ne sot jemi përballë kësaj pyetje. Pse ndjekim Zotin? A kërkojmë atë vetëm kur na sulmojnë luanët e jetës, kur kemi një sëmundje, një krizë ekonomike apo një dështim, dhe sapo rreziku kalon, kthehemi tek mëkatet tona? Apo e duam atë me një zemër të pastër dhe me gjithë zemër, me tërë zemrën? Nuk mjafton të kemi një fe zakonore, thjesht për traditë të jashtme apo nga frika e ndëshkimit. Edhe ne kemi nevojë për barit dhe katekistët që kisha na dërgon, ashtu si ai prifti i kthyer në Betel për të mësuar se si ta adhurojmë Zotin me të vërtetë, brenda hullive të ligjit dhe dashurisë së tij. Le të lutemi sot që adhurimi ynë ndaj Jezu Krishtit të jetë radikal, i pastër, pa kompromis me modat e botës dhe pa sinkretizëm shpirtëror. Amen. Në takimin e ardhshëm do të lexojmë kapitujt 18 deri në 25 për librit të 2 të Mbretërve dhe në këtë mënyrë përfundojmë leximin e këtij librit. Ne për sot ju falenderojmë përzemërsisht për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.